të shtunën e kaluar, një nga banorët e Big Brother Jozi, teksa po dilte nga shtëpia, goditi me shuplak Gjestin. Këtu pati komente të shumta, reagime të shumta. Ju si e keni parë këtë ngjarje? Unë nuk kam them dhe po e përsërit, dhe do vazhdoj kështu, nuk do shikoj kurrës Big Bordel. S'ka, ajo ju që i thonë ju Big Brother është Big Bordel. Dhe koha e ka vërtetuar deri tani sa dikush një Jacqueline Zhaku, se që është njëra që tharë, ne duam të shikojmë në Big Bordel, ta duam të shikojmë Sex Life. Kjo i ka thënë të tëra, është deklarat që e keni në YouTube e keni gjithandaj. Megjithatë do vi tek ngjarja që thoni ju. Ajo që kam parë një sekuencë kur ky me një kostum blu, ky djali gjatë, te dera godit një tjetër me një xhaket të bardhë, nuk e di me çka ka qenë, e godit me pëllëmbë dhe ikim. Marrë vesh dhe informohemi që ky gjesti që u godit, gjatë gjithë kohës që këta kanë qenë bashkë atje në Big Bordel, e ka ngacmuar, i ka hedhur fjalë të ndryshme, i ka hedhur romuze, i ka hedhur kunja, e ka shqetësuar vazhdimisht. Derisa erdhi një moment që ky djali tjetër, ky me kostum blu, u fry qumshti edhe u derdh. Dhe goditi me një pëllëmbë. Dhe për mua mirë e ka bërë, sepse e ka merituar, sepse vazhdimisht e ka provokuar. Megjithatë nuk jam me këtë, nuk duhet ta godiste, ai duhet të merri me, ose të mos ja varte fare, mos i kthente përgjigje, sepse të tillë këtyre ngacmuesve kështu që janë si çimkat, si tartabiqet që të piskojnë vazhdimisht edhe s'ke çu bën, këtyre nuk duhet të rëndësi fare. Po me që e bëri dhe me që këtë djalin, si quajnë këtë me Jozi, me që Jozin e thirrën në polici, atëre policia ka një detyrim. Jo dëgjoj një, gjyko dy. Se në këtë rast është bërë dëgjoj një, gjyko dy. Do thriste Gjestin atje, do thriste Jozin, do thriste dhe banor të asaj Big Bordelit atje, që të tregoni dhe ata çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Se në fundit çdo ngjarje ka një shkak. Çdo marrim ka një fillim. Dhe fillimi ka qenë diku atje brenda që janë përplasur me njëri tjetrin. Që i mbledhin atje dhe që ndodhin këto ngjarje, unë këto pres nga i grupim njerëzish, moralesh, tabiatesh, karakteresh, edukate, atje mblidhen nga të tëra. Dhe kush fiton ai që organizon lojën. Ta shquaj të lojë, s'është lojë, ajo është pislëk, ajo është turp. Ai është një turp kombëtar, që ne s'kemi pse ta marrëm nga anglezët, se anglezët e bën për parë dhe amerikanët. Ne nuk kemi popull, konglomerat popujsh. Ne jemi një popull shqiptar që kemi traditat dhe zakonet tona dhe nuk kemi pse të imitojmë gjithë majmunët që ka globi. Megjithatë, ata i bëjnë, shteti i mbështet, këtu është bërë që s'ka më moral shqiptar. Avokat, a duhet të dënohet Jozi për pëllëmbën që i futi Gjestit? Duhet parë shkakun. Nuk është thjesht një fjalë e dënojmë e qellojmë me pëllëmbë. Po pse e qellojmë me pëllëmbë? Kështu, duke qenë për bukuri vate dhe i futi një pëllëmbë, jo më zotri ka një të kaluar ajo pëllëmba. Ka një shkak ajo pasojë. Pëllëmba është pasoja, po shkaku unë mendoj që ka qenë aty brenda gjatë kohës që ata kanë qenë bashkë. Se imagjino se do thotë të mbyllësh, se ata janë gjysmë të burgosur. Ata që mbyllen atje në Big Bordel janë gjysmë të burgosur, sepse s'kanë asnjë kontakt me botën e jashtme. Ata vërtet janë një grumbull, ç'të them tani, mos përdor ndonjë llaf, po e thash Big Bordel dhe kjo i mbyll të tëra. Avokat, nëse ty të vjen një ftesë nga produksioni për të qenë pjesë e Big Brother, a do futesh? Mua jo një ftesë, edhe jo një shpërblim, po mua të më falin gjithë globin, nuk shkel në atë, më falë për shprehjen se do ta themi emrin që ka në atë nevojtore publike. Atje është nevojtore publike. Atje mblidhet tërë llumi, nuk vjen njerëz me karakter dhe me personalitet atje. Se askush nuk e dërgon motrën e tij atje, apo gruan e tij, apo mirë them, gruan apo motrën. Të tërë ata që vjen atje janë mushk pa kapistër. Theminan kurvelesh. Hergjele, shkojnë natë, duan, bëjnë çfarë të duan.
Është mënyra më moderne e çthurjes dhe e heqjes së moralit tek qytetari, e edukatës. Nuk kam, domethënë, objektivi i atyre që organizojnë këto është heqja dhe zhdukja nga fjalori fjalës turp. Domethënë, të mos kesh turp për asgjë. Hiqeni fjalën turp, u thonë. Pse turp? Ja, u zhveshera kurrë, çfarë pastaj? Ti shikoj rrobat që veshin, se më hape një temë tani që deri nesër mund të vazhdoj. I ke parë si dalin vajzat me çfarë vishen? A vishen me geta me streçe? A ju duken komplet format e trupit? Qa u mbetet sekret atyre? Ka stile i bëjnë ashtu. Mos ken trup të dalin kofshët për jashtë, a u litet troç. Ka stile i veshin ashtu. Ka stile i vetëm atë lloj pantallone shesin pazar. Që të duken format e trupit si që kanë. Prandaj bëhet, hiqet fjala turp. Dhe heqja e fjalës turp është heqje e edukatës, heqje e respektit, heqje e njerëzillëkut dhe çthurje, kthim në një kope bagtish. Dhe ashtu duan të na bëjnë. Kope bagtish. Shqyr zotit akoma populli shqiptar, qytetarë shqiptar, qoftë në qytet, qoftë në fshat, e kanë moralin e ruajnë dhe qesh dhe tallen me këto i shikojnë. Tallen, i pështyjnë. Avokat, duke qenë se gjesti është nga Kosova, ka pasur shumë reagime nga Kosova lidhur me këtë incident. Dhe deri diku ka qenë një gjuhë shumë e ashpër nga shqiptarët e Kosovës ndaj Jozit. A mendoni që duhet të ulen pak, po themi, tensionet dhe të mos futen përçarje për një format si Big Brother? Jo, ato janë tensione artificiale dhe nuk e di kush i nxit, kush i fryn ato lloj tensione, se ai është shqiptar, ndash tjetë na Kosova, ndash tjetë na Konispoli, ndash tjetë na Çamëria, ndash na Malizi, ndash na Maqedonia, shqiptar nga këto vende, është shqiptar. Dhe si shqiptar ai di normat e zakonet. Ai e di shumë mirë që nuk duhet ta provokosh tjetrin. Ai nuk vjen nga pylli, nëse gjesti ka ardhur nga Kosova e këtu, ha se jam kosovar, unë dhe më mbrojnë mund të them çfarë të dua, jo shoku gjesti, jo zoti gjesti. Nuk të lë njëri të thuash çfarë të duash ti. Mos i provokoj njerëzit, ke vajtur atje që të bësh atë turpin që bëjnë gjithë tjerët, shko turpërohu si gjithë tjerët, po tjetri mos e ngacmo se merr atë që more. Avokatat duhen konsideruar, po themi, rregulla më të ashpra lidhur me formate të tilla kur ndodhin ngjarje. Jo, të mos bëjnë fare, këto janë shturje, këto janë bordello. Ose të lejojnë shtëpitë publike të shfryjnë njerëzit. Dy rrugë ka. O do t'i mbyllësh të tëra, do t'i lejosh të tëra. Pse bën ky big bordelli? Më thuaj, çfarë efektiviteti ka në shoqërinë njerëzore, në edukimin e brezit ri, në edukimin e fëmijëve? Kur shikojnë që ata të dy bashkë që se kanë gjë njëri tjetrin, mbulojnë me çarçaf, puthen, nduken, çfarë bëjnë atje? A nuk është bordell ajo? Se çfarë bëjnë shumë në bordell?